kam thënë njëra prej arsyeve se po mojmë zgjedhje është se s'ka qartësi si dilet prej këtyre temave. Disa herë kemi bashkëbiseduar ne këtë angst madh që e ka shteti i Kosovës për shkak të frikës që dominon që ne do të bëjmë kompromise të vazhdueshme brenda arkitekturës juridike të shtetit të Kosovës, por në fund nuk po arrihet që të sigurohet ajo që është e domosdoshme, që është njohja dhe çka nëse Kosova i zbaton këto detyrime dhe Brukseli përsëri kërkon ringjalljen e një procesi të ri. Duket që po heziton Kasolli, edhe një tjetër të mirë të integrimit evropian. Ajo që unë insistoj. Se cilit vend të Ballkanit përtimor. Ndëgjoj, Redun, pavarësisht ka thotë për nevojat përendshme elektorale, çka kanë deklaruar ata që janë zotu, Albin Kurti, sa i përket marrëveshjes së bazë Brukselit edhe asaj të orit, qëndrimi i zyrtar të nesërmen, ajo është ajo që mbetet, ajo është që i referohet bashkimit, qëndrimi i zyrtar i ish zëdhënësit, nuk dija është më zëdhënësi bashkimit. Petrstano, nuk ish zëdhënësit bashkimit ka qenë që kjo nuk është marrëveshje për njohje, kjo është marrëveshje për normalizim. Dhe ajo arkivohet, ajo mbetet në politikën e jashtme të bashkimit evropian dhe mbi atë konstatim, mbi atë zotim do të riorientohet strategjia e BE-s. Politika jashtme për Kosovën edhe në këto zgjedhje? Absolutisht është duket që nuk. Shiko, ose unë mund t'jem gabim, që zorë se mund t'jem gabim, ose këta absolutisht nuk e kanë marrë leksionin për konsekuencat politike, po thënë, për Republikën e Kosovës, që po ndodhë sot me Kosovën shtet. Rritë, sepse ato nuk janë detyrimet të Albin Kurtit. Pavarësisht se nga kush janë pranuar, se marrëdhëniet ndërkombëtare nuk vlen këto parime. Shtetet marrin përgjegjësi ose nëse shtetet janë shumë të fuqishme, janë në gjendje të ballafaqohen edhe me pasojat ndërkombëtare, mund të dalin nga këto traktate, mund dalin nga këto obligime, mirëpo sa kanë kapacitete më pastaj për tu ballafaquar me pasojat ndërkombëtare që mund të krijohen, sepse ka edhe shtete do thotë ashtu se njëjta procedurë me cilën je pajtu për mi marrë këto zotime, mbi të njëjtën procedurë mund të dilet edhe nga këto zotime. Por pastaj duhesh me marrë veten, kaçikun sa ose unë jam gabim, e që zosh jam gabim. Tash këto zotime janë të shtetit të Kosovës. Pavarësisht se kush do të jetë kryeministër, këto janë zotimet të shtetit të Kosovës. Dhe qeveria e ardhshme, do thotë, ka detyrime dhe përgjegjësi në raport me këto obligime. Nuk edhe në fundit ne po e shohim thirrja e zyrtarëve të Bashkimit Evropian është krijoni një qeveri funksionale sa më shpejt në funksion të kësaj agjende. Nuk është në funksion të agjendës luftës kundër korrupsionit. Nuk është në temë për me ndal ikjen e rinis nga Kosova. Asnjëri nuk e përmend. Bëjeni shpejt qeverinë. Bëjeni shpejt. Zbarkoni sa më shpejt Bruksel me viju dialogun në mënyrë që normalizimi i procesit me shmang çdo eskalim të situatës. Dhe tash se si kryhet, do thotë, se si zbatohet ky proces është e qartë, i kemi në tavolinë letrat, në raporti i fundit progresit, nuk ka nevojë të lexohet diçka tjetër më shumë. Leksionin në gjykimin tuaj apo e marrin apo e shetin? Dëgjoj, ata mbasën e komunikimet e mbrëmshme dhe mund ta kenë. Do ta njoftojnë dhe publikun. Po, dëgjoj, ajo prapë them, mbase në komunikimet e mbrëmshme nuk e përjashtoj mundësinë që kjo të jetë njëra prej temave kryesore. Mirë, po shihet qartë që ekziston një përpjekje që të shmanget ballafaqimi publik me krye temën me cilën do të ballafaqohet. Ka satanizuar gjatë njëri tjetrin mbi këtë temë. Mbi këtë temë, me krye temën me cilën do të ballafaqohet Republika e Kosovës. Dhe realisht në aspektin publik asnjëra nuk kanë dhënë shenja. Dëgjova pak më herët, tash kryetari i PDK-s tash një çështje e komplikuar e cila kërkon konsensus, e kërkon këto, mirë po jo ridraftim, mirë po jo nuk ishte i qartë në këtë drejtim dhe ne do të hyjmë me këto presione të mëdha, do të po i rikthehem edhe një herë prej fillimit frikës time, dyshimeve të mia që edhe masa sankcionuese mund të jenë të kurzuara edhe me dërgimin e draft të statutit të Bashkisë së Komunave Serbe në gjykatën për verifikim kushtetues në gjykatën kushtetuese. Krahas transferimit të pushtetit në veri, sepse nuk e hek këtë levë Bashkimi Evropian nga dora,